Përshëndetje i dashur popull. Ja ku po takohemi sërish, ju e dini që pjesën e parë të emisionit unë zakonisht i shfrytëzoj për stand-up-at e mia dhe pjesën e dytë kam gjithmonë ka një mysafir shumë special dhe biseda mundohemi që t'jetë pak speciale, më e lirë, jo shumë zyrtare, por duke trajtuar gjithmonë tema shumë serioze. Në tema që kemi trajtuar në stand-up, ju e dini që unë gjithmonë merrem me problemet e mia personale, ato probleme gjithmonë vinë pika gruaja ime. Edhe sot u mendova, thash, çfarë du them, edhe i bona një pyetje gruas, thash, gru, a bën ta di problemet toja pikut vin? A ke problem me rrogën, a ke problem me punën të shtëpi? Tha, valla, problemet më të mëdha i kam me ty. Qerat këti zgjedhi, problemet me ty s'di si ti zgjedh. Prandaj sot nuk do të zgjatej shumë, po për bisedu rreth këtyre problemeve që unë i kam, ndoshta edhe ju do ta gjeni veten aty. Kam një mysafir shumë special, edhe jeton Toni Selimi. Mirëserdhe. Si kalut. Dhe mirë njëre që pranut vini mysafir në emisionin tim. Një mik që njihemi familjarisht prej mamoti. Fillimisht para se të fillojmë emisionit, desha që pyes si gjithmonë mysafiret, këtu kemi një figurë të Skënderbeut dhe të Legës të Madh, Aleksandrit të Madh. Me cilin jeni ju? Unë kam qef të dy. Të dy? Të dy kam qef. Atëherë urdhnoni këtu, ju vazhdoni me emisionin, unë po shkoj shpejt. Ja, ma me riga të hivi, unë des gjithë Skënderbeun atë. Skënderbeun? Skënderbeun. U kry, atëherë Vasil një karike. Urdhnoni, mirëseherët edhe njerë. Mirëse ju gjithë. Po, do doja një arsye pse me Skënderbeun, për shkak se kemi dy figura shumë të ndritura të kombit shqiptar dhe i lirë. Është një luftar i famshëm. Dhe gjithashtu ka luftuar për popullin tonë shqiptar. Dhe prej së vogli u rrita me frymëzimin e Skënderbeut. Sa e rëndësishme është frymëzimi në fëmijëri që vjen zakonisht prej prindve fillon, pastaj vazhdon me edukimin nëpër shkolla. Derisa kjo ishte pyetja, para se të vazhdojmë me përgjigjen, një sqarim të shkurtër. Zoti jeton Toni Selimi është ekspert i sjelljes dhe inteligjencës emocionale. Edhe pyetja ishte te sjellja. Thatë që jeni eduku, jeni frymëzu prej fëmijërie. Sa është e rëndësishme edukimi te fëmijët? Për së tepërmi, si zakonisht fëmia deri në moshën 6 vjeçare, 7 vjeçare, mëson nëpërmes të ndjenjave. Dhe çdo ndjenjë fëmia që e ka në atë moshë përcjell prej prindërve. Prej prindërve, prej rrethinës, prej eksperiencave të ndryshme që ndodhin në fëmijëri. Që t'jemi ndoshta pak më për një kategori më të madhe të popullatës, të qartë e përfiton nëpërmjet të ndjenjave. A është kjo ndjenja emocionale që është lidhur me prindet? Shpesh fëmijët jam vetë prindë dhe i kam 2 fëmijë, njëri i ka 12 vjet, tjetri i ka 6 muaj, e shoh që shumë i lidhur emocionalisht, sidomos me nanën. Korrekt. Posaçërisht në vendin tonë për shkak se nanat kanë më tepër kohë me fëmijët. Dhe babat punojnë dhe babat nuk janë si zakonisht në shtëpi. Dhe fëmijë prej së vogli i krijon këta ndjenja. Ishme një debat me do koleg, me një ndeje, ne i themi kështu private, me gratë edhe tu fol për punët e përditshmërisë, edhe dul biseda, fëmia kujt i takon më shumë. Ato gratë tona thanë që fëmia i takon më shumë nanës. Edhe i dhanë arsyet e veta se nana e mban 9 muaj në bark, ai lidhet emocionalisht shumë me nanën, edhe aty krijohet fundit. Aty lind, aty krijohet edhe i takon më shumë nanës. Ne burrat insistojmë që u takon më shumë prindve, baballarëve të themi. Në fund kësaj, përgjigja ime ishte kjo, ose një prej arsyetimeve të mia. Thashë, s'djekni pa, ju jetoni në Angli, apo? Këtu në Maqedoni ka disa aparate në për qytet vendosura. Aparata kafe. Kafes, po? I gjenë në për aeroporte. Funksionojnë njësoj në gjithë ka të shkosh. I fut lekët del kafeja, apo? Del kafeja, po. Edhe arsyetimi imi ishte kjo. Pa lek s'ka kafe. E shtin lekun del kafja. Kafja del prej aparatit. Po pa me shtej lekun, s'del kafja. E kujt është kafja? E aparatit apo ati që pagun lekun? As e aparatit, as e lekut. Fëmiju nuk është pronë. Se kena një mentalitet që me të vërtet prej së vogli në mësojna se të kena anë, a jena ka baba ose ka nana.
Ose i pyesim cilin e don më shumë babën ose nënën. Ose cilin e don më shumë nënën e gabuar me kjo. Për mua është një gjë që çdo fëmijë e ka jetën e vet dhe nuk është prona e prindit. Dhe e kena një dobësi të madhe në popull që e kryejmë si një pronë dhe pastaj e trajnojmë si një pronë fëmijën. Dhe kjo ndikon tepër kur fëmiu rritet dhe është në adulteri. Sakt. Bile, ndodh, po them nga përvoja, shohim që shpesh fëmijët kur rriten dhe vinë koha e martesës, apo hajde themi për vajzat që dalën prej shtëpie dhe martohen diku tjetër. Mund ta xhelozosh, por ndoshta pasojat nuk janë aq të mëdha për shkak se ajo vazhdon jetën diku tjetër. Po për djem që mbesen në shtëpi, shpesh ndodh që nënat xhelozojnë me nuset e apo? Korrekt. Si shpjegohet kjo në psikologji? Shpjegohet shumë lehtë shpjegohet, për shkak se nënat lidhen përstepër me të djemt. Dashurinë që normalisht nuk e kanë prej burrave e marrin prej djemve. Dhe ka shumë sende të ndryshme që ndodhin në trurin e njeriut dhe në emocioneve njeriut që kur vinë deri te martesa, ata kanë krijuar një lidhje shumë të fortë. Dhe femrat si zakonisht kanë më tepër inteligjencë emocionale, por edhe ajo punon kundër atyre. Për shkak se nuk ka një menaxhim të inteligjencës emocionale dhe ta kuptojnë se çka do me thonë çdo emocion në vetvete që e ndjejnë. Dhe si zakonisht ata nuk e kuptojnë rënien e emocioneve dhe vendimet që i bëjnë çdo ditë i bëjnë nëpërmes të emocioneve. Sakt. Që do të thotë shpëtim prej kësaj është që burri t'jep pak më shumë dashuri gruas, që ajo mos lidhet shumë. Mund themi kështu? Mund themi direkt, mund ta themi. Pak më shumë ose të dy anët. Të dy anët besoj duhet të kenë një lidhje shumë të mirë dhe një komunikim shumë të mirë. Fëmija si fëmijë duhet, çdo prind e do fëmijën, pa marrë parasysh ai e babë ose nën. Disa besime që i kena në kombin tonë, se fëmija e do në nënën, unë besoj se nuk është realt, për shkak se nëse shkon në jetën e fëmijut dhe kupton psikologjinë e fëmijut dhe pastaj fëmiu kur rritet, kur fëmiu i bën të njëjta gjë prindi që i ka bën, fillon ta kuptone procesin e dashurisë, fillon ta kuptone procesin e familjes, fillon ta kuptone se procesin e punës, se papa do të punon e tan ditën, të vjen lekët në shtëpi që të mund familja të ushqehet. Kur je i vogël ti nuk i mendon këta sende. Dhe si zakonisht njeriu që e ke më afër ti krijon një lidhje shumë të fortë. Edhe ka fëmijë që për shembull janë rrit pa prindër, prindërit kanë qenë nëpër gurbet, janë rritur me motrat, unë jam rrit me motrat më tepër se sa me prindër. Ose me pleqt. Dhe si zakonisht pleqt kanë më tepër dashuri për fëmijët e fëmijët, sesa për fëmijët e vetë. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh për shkak se gjithashtu një relacion që është i lidhur shpirtërisht me fëmijën, ata janë bartët, korrekt, nuk janë aq të lidhur për atë sens, por janë më tepër të lidhur me zemër sesa me emocione. Se nuk e menaxhojnë fëmijën çdo ditë se çka fëmiu duhet të bënë. A ka bë detyrë, s'ka bë detyrë, a ka bë bela, s'ka bë bela. Zoti Edon, ju jeni me prejardhë, i lindur në Gostivar. Korrekt. Një rajon që shpesh din të nxjerrë kështu njerëz të kalibrit pak më të lartë në shoqërinë tonë. Deri çfarë moshë keni jetuar në Gostivar? Në Gostivar deri moshën 14 vjeçare. Pastaj erdha në Shkup, krijova shkollën e mesme në Korçagin. Dhe prej Shkupit u regjistrova në Fakultetin e Elektroteknikës në Zagreb. Dhe sa e kryeva vitin e parë lufta nisi. Dhe më moran në luftë, ish armati Jugoslave për 14 muaj. Dhe prej aty shkova direkt në Londër. Kemi shumë tema për të biseduar, por do të orientohemi më shumë në aspektin profesional. Në Londër pastaj vazhduat? Në Londër 4 muajt e parë isha në rrugë. Se s'kisha as para, s'kisha as njerëz, se njefsha gjuhën, s'kisha letra, e kam pas përstepër me vështirë. Dhe por trauma që i kisha gjatë luftës dhe gjithashtu që ka ndodheshte në shtetin tonë, disintegrimi një shteti dhe disintegrimi të identitetit tonë, që zakonisht, dhe vuajtjet familjare, ishin aq të mëdha që më dha një kurazh shumë të madh të vazhdoj të krijoj diçka prej zero. Personale tënde.
personale time. Ashtu siç din vetë. Korrekt, dhe 10 vjetët e parë, punova çdo ditë pa pushim. Si zakonisht 17-18 orë në ditë. 17-18 orë në ditë. Pastaj kryet fakultetin e elektroteknikës dhe gjithashtu psikologjisë biznesit. Psikologjia e biznesit. Sot desha të orientohemi më shumë te kjo pjesa e dytë. Mund ta quajmë si smundje të shekullit këtë stresin, depresionin. Sidomos këtu te ne. Pse, për çfarë mendoni se vinë njerëzit deri këtu? S'di sa keni qenë në relacion me familjen ose sa keni udhëtuar brenda kohës këtu. Mendoj që kjo më shumë e shprehur në Ballkan se sa në pjesë tjera të Evropës. Mendoni kështu apo ose gabim? Dhe çfarë ndikon më shumë? Është një fytyrë tepër e bukur dhe ma parashtrojnë mediumet botërore. Çdo stres, pa marrë parasysh ku është këtu ose është në Angli ose në Amerikë, është i dëmshëm për shëndetin. Dhe teprimi i stresit vjen në depresion. Korrekt. Dhe çdo rrethin ka problemet e veta. Në Maqedoni janë problemet të ndryshme që njeriu në Londër për shembull i ka. Por gjithashtu krijojnë të njëjtën gjë, stresi është stres. Dhe ndikimi i stresit në trupin e njeriut ka përstepërmi si indikon në mënyrën se si mendojmë, çfarë vlera kena, çfarë arsye i bëjmë vetvetes, dhe posaçërisht stresi ndikon tepër organizmit dhe krijon shumë smundje të ndryshme në organizmin. Smundje psikologjike, smundje fizike të trupit dhe smundje emocionale dhe të zemrës. Shtresimi i vazhdueshëm i stresit vjen te depresioni, apo shpjegohet kështu psikologjikisht? Depresioni ka më tepër thellësi, është një deg e stresit, por nuk është direkt e lidhur me stresin. Ja. Se stresi ka, për shembull, mund të jesh i stresuar nëse ke një provim nesër. Dhe ke stres të mirë që të motivon dhe të inspiron, për shembull, nëse e ke një ëndër të jesh doktor ose të jesh një politikan i famshëm ose të jesh një këngëtar tepër i famshëm dhe dëshiron çdo ditë të mësosh, e ke stres të mirë. Është stresuese, po ke motiv. Ke motiv. Por kur te kalon një kufi, fillon të bëhet një stres që e dëmshme. A mundemi ne si njerëz këtë stresin e dëmshëm ta menaxhojmë? Absolutisht po. Që mos mrim te depresioni. Absolutisht po. Problemi është se shumica e njerëzve nuk e din se çka është, si mund ta përdorin inteligjencën që e kena në vetvete, të mund ta menaxhojmë stresin ose probleme tjera tjetës. Dhe kur ke një rreth në të cilën problemet burojnë shumë, ke një burim të problemeve të shumtën, ajo bëhet si një det. Edhe mbrapa varet sa je një notues i mirë ose nuk din të notojsh. Edhe kur nuk din të notojsh, ti normalisht e humb jetën. Po kur lejojmë që streset tona të krijojnë një det stresesh, pak e zorshme dhe me ditë notojsh zor për dalë anën tjetër. Kështu që mirë paraprakisht. Paraprakisht, korrekt. Të mbetemi te një lum i vogël, që mos e lëm ky lum të krijohet det. Korrekt, duhet marrim masa simbolikisht prej fillimi kur e fillojmë se fillojmë të kema këto strese. Unë çdo njeri e shoh atë sen dhe e kam parë në vetvete se sa e dëmtueshme ka qenë ajo sen që i kam dhënë vetvetes një presion. Për shembull, nëse e marrim një metaforë, i vendojmë të gjithë zarzavatet ose tomato ose çka tjetër, perime, i vendojmë me një tenxhere që është tenxhere që e bëjnë me presion, që i nxifin zarzavatet. Tash nëse ne nuk e kena kohën tamam, ata të gjithë vitaminet shkatrohen brenda. Nëse e lojmë të vulone ma tepër. Vulone ma tepër. E njëjta gjë në trupin tonë ndodh. E njëjta gjë. Interesante, edhe kjo ka lidhje me psikologjinë. Ma kujtove kur isha klase e parë në shkollën fillore, edhe ishte kohë vjeshte, edhe normalisht në shtëpi përgatitnin turshia dhe hajvari. Hajvari, korrekt. Nonat edhe në klasë arsimtari kishin matematik. E vizatoi dy rrath, ato rrathat bashkume me një vet, edhe vizatoi diçka perime të njëjta të tjetra, edhe ta jo e përbashkëta. Edhe tha, nxënës dashur, çfarë krijohet me këta
perime këtu, e kishte fjalën për ato që janë në të rrethin e përbashkët, që e quajmë bashkësi në matematikë. Çfarë krijohet? Edhe ne nuk e dishim edhe rinim, njëri e çoi gishtin i vetëm në klasë. Tha urdhno, tha hajvar. Për shkak se me të njëjta çata perime në vetë kishte bërë para 2 ditëve hajvar në shtëpi. Edhe ne disa u qeshëm pak si fëmijë, edhe arsimtari tha bravo, mos ja za emrin, bravo Burhan, tha që deshta motivoje. Përveç hajvarit tha bëhet edhe një bashkësi. Pak për ta fresku kretë bisedën e stresit. Zotë jeton, cila është puna konkrete që punoni tash në Angli? Punën konkrete me ka punoni? Me punoj me klientat të ndryshme, si zakonisht klientat janë ja klientat të biznisit që kanë bizniset të mëdhaja, liderat të ndryshëm dhe njerëz të famshëm. Janë vetëm lider biznesesh apo edhe lider politik? Të dyja. Të dyja? Ja, korrekt. Çfarë punoni me ta? Jo çfarë konkret, po çfarë ndihme se kërkojnë nga ju? Çdo njeri në botë, posaçërisht njerëzit që janë në jetën publike, i kam problemet e veta. Pak më të mëdhaja se tjerë. Më të mëdhaja se tjerë, se si zakonisht edhe çka pritet për atë njeri është shumë më e madhe se një njeri që është në jetën normale. Përgjegjësia më e madhe. Përgjegjësia është tepër e madhe, prej asaj gjithashtu krijon një stres shumë të madh. Me shumica e liderave dhe politikanëve të ndryshëm që punojnë privat si klienta, ata i kanë sfidat e veta. Se një njeri që është në sferën publike, gjithashtu i kje të gjithë informacionet e të gjithë njerëzve që ai njeri duhet t'i absorbone në vetë. Edhe të shtetit? Edhe të shtetit, edhe të punës. Që të regohen ose nuk të regohen? Nëse të regohen. Dhe jetojmë në një jetë që pa marrë parasysh kush je, gjithmonë do të kesh njerëz që të duan dhe gjithmonë do të kesh njerëz që të kritikojnë. Nëse njeriu në vetëdije ose politikani në vetëdije nuk punon me të një terapist ose trajner si unë ose ekspert sjelljes, nëse lejnë atë në vetvete, aty ju ndikon shumë. U ndikon ka shëndeti, u ndikon ka marrëdhëniet personale, u ndikon se si ata marrin vendime në çdo ditë, dhe u ndikon se si e bëjnë punën. Dhe a kanë dikën që në fund të muajit i kanë një raport me atë njeri. Terapijat, mund ta quajmë kështu? Po mundet, se kjo është më tepër se terapi. Me mjekësinë nuk kam lidhje shumë, por nëse mund ta quaj terapi, të kuptohemi, terapijat që i marrin te ju, janë të medikamenteve apo janë terapi bisedë? Bisedë dhe gjithashtu unë kam zhvilluar metodën time të bioenergjisë. Janë kombinime të dyve. Si zakonisht ata nisin me mua me bisedë, bisedën kognitive dhe si trainer i sjelljes, dhe ajo kur fillon ata ta ngrinë inteligjencën e vetë dhe vetdijen e vetë se kush janë dhe çfarë probleme kanë personale dhe prej ku është ai burrimi, dhe fillojnë të interesohen gjithashtu për jetën tjetër të bioenergjisë. Se një gjë që çdo njeri e din këtë sen, se e din ti kur afrohesh me një njeri, me një herë zemra ta don. Ose dhe një... Se vjen kjo? Apo? Gjithmonë, ose jemi zakonisht në ndodh, themi, ose një të përditshme me një lokal, ose në shkollë, kur ishim, si student, ose je në tavolin, edhe je i koncentrun të profesorin, në moment afrohet dikush, po ti e shef si siluet që vjen dikush, nuk e shef që është jetoni, edhe në moment fillon e ndjen një shqetësim, edhe nuk e din nga vjen. Pastaj më vonë e kupton që pasi mbaron ora, edhe e shef që është jetoni, përshëndetesh, edhe jetoni të shpjegon që ka pat shumë probleme ose është shumë i nervozum. Aty ndërkohë gjithkohë se ke ndjejt dhe je dekoncentru, apo? Korrekt. Është kjo energjia që përcjellin? Çdo gjë që e kena në trupin tonë, çdo eksperiencë dhe çdo angst edhe çdo mendim ne përcjellim nëpërmes të bioenergjisë. Shumica e njerëzve nuk e kuptojnë këtë për shkak se nuk kanë krijuar diturinë në vetvete që mund ta lexojnë me njëri. Dhe të mund t'i pranojnë informatat e bioenergjisë dhe të mund t'i përkthejnë në vetvete se çka është ajo informat. Për shembull, mobitelat tonë. Po. Ne mund të na komunikojmë nëpërmes të mobitelit edhe pse nuk ka asnjë farë lidhje. S'ka rjet. Hiç s'ka rjet. Nuk shef asnjë kabel, nuk shefëm, por ne mund të komunikojmë me ta në botën. Çdo njeri është në mobitel. Pranon dhe dërgon, jep informata. A do të thotë kjo që është shumë e rëndësishme në qoftë se
simbolikisht e thatë njeriu është një mobitel, është shumë e rëndësishme me cilin do të konektohemi në jetë. Me cilin do të bisedojmë rrenda ditës, me cilin do të takohemi, çfarë energjie do të na përcjell ai? Korrekt, është rëndësishme kur fillojmë rrugën e ta ngrim vetdijen dhe rrugën në vetvete. Në një proces të tillë, për njerëzit të ndryshme është ndryshme, për mua kjo ka qenë 30 vjet dhe vazhdon. Është gjithmonë e ngrin diturinë e trupit ton. Për shembull, kthena te mobiteli, shumica e njerëzve kanë mobitella, por shfrytëzojnë një 5% kapacitetit të mobitelit. As 5%. E njëjta gjë është me trupin e njeriut. Nuk e shfrytëzojmë kapacitetin që e kina. Çfarë do të shfrytëzojmë atë? Mendoj, çfarë pjesë të asaj që nuk e shfrytëzojmë, cila është ai pjesë që do ta shfrytëzojmë më shumë? Po, pjesa më e rëndësishme që do ta shfrytëzojmë është truri jon. Truri jon. Dhe truri duhet një edukat të veçantë. Shumë mirë thënë. A mundet njerëzit shumica, ata që janë në këtë fazën e stresit, të depresionit, që te kalojnë këta vetë ju, nëse veç kanë hyrë me një depresion më të thellë, ose është e patjetërsueshme të ketë një kontakt me një psikolog, një ekspert. Edhe sa është e rëndësishme që besimi me ata që komunikon. Besimi është shtylla e parë të kesh besim, për shkak se një gjë që njerëzit botror që punojnë eksperta dhe më fluturojnë në anët të ndryshme të botës të punojnë me ta, është shtylla e parë që mund t'i ndihmosh në njeriu. Nëse njeriu konfidenca dhe në njeriu kur bisedon me një bisedë, në atë bisedë mund të vinë sekretet më të mëdha që i krijojnë stresin më të madh. Dhe si ekspert, patjetër të krijoj një hapësirë në të cilën klienti ndjehet tepër i sigurt dhe i mirëseardhur në bisedë dhe jo me një paragjykim për shkak se kanë krijuar diçka tjetër ose dikush mund ta keq përdorë, korrekt. Posaçërisht njerëzit që janë në sferën publike. Me përgjegjësi më të madhe. Dhe pyetjen tjetër që e parashtrove, nëse ne mundena në vetvete ta korrigjojmë atë, ne nuk do ta krijojmë problemin në të parët. Sakt. Po të ishim në gjendje ta sharojmë, do të ishim në gjendje ta mos vim deri aty. Nëse kemi ardhur deri aty, do të thonë jemi treguar të paaft për të mbrojtur, kështu që jemi patjetër të komunikojmë me dikë. Është si një pasqyrë. Mbas me unë nuk mund të çelloj. Ju mund çelloni. Edhe mbas jush ju nuk mund të çelloni. Sigurisht. Dhe vetdia dhe nënvetdia janë dy pasqyra të ndryshme. Në vetdijen e kena logjikën dhe mund bisedojmë gjëra që jena vetdijshëm. Por problemi edhe aty është se shumica njerëzve që i ndigjoj i flasin fjalët, por nuk e krijojnë veprën. Dhe jena mësuar që gjithmonë të flasim. E that një fjali që për mua është shumë e rëndësishme, njerëzit flasin dhe nuk e krijojnë veprën. Problem më të madh që kemi në këtë shtet është kjo kategori e njerëzve. Pasojat ato i kemi edhe në politik, edhe në jetën e përditshme, në për shtëpia, në për shoqëri. Po pasojat më të mëdha të këtij komuniteti që jeton këtu është me njerëzit që bartin funksione publike, që udhëheqin shtetit, që flasin dhe nuk i realizojnë ata që flasin. Korrekt. S'di sa jeni të informuar me politikën, sa keni pas mundësi të ndiqni këtu. Si shpjegohet në psikologji fenomeni që një njeri rren gjithkohës dhe nuk stërkuqet? Është ky një që ndodh vetëm këtu në Maqedoni, ndodh këtu veç në Ballkan apo edhe në Evropë ndodh kjo që del një lider flet me vitet tona dhe nuk realizon asgjë dhe nuk stërkuqet? Janë simptoma të vendit këtu apo? Jo, kjo është simptome e botës dhe e çdo njeriu në botë. Dhe nuk ka njeri në botë që nuk rren, dhe nuk ka njeri në botë që gjithashtu nuk e tregon të vërtetën. Rena dhe vërteta janë dy faqet e fytyrës. M'fal, diçka do ndërhi. Kur isha në fakultetin e artit dramatik, profesorët na thonë kur veprimet në skenë që bënin, gjithmonë të keni parasysh masën, të keni masë. Korrekt, limite dhe masë. Mos e te kalosh masën sa të bëhet e dëmshme. Korrekt. Edhe gabimi të jetë me masë.
edhe e bërtitmja t'jetë me mas, edhe qarja në sken t'jetë me mas, gjithë shka me mas, që thatë këtu gjdo njëri në botë të rejnë, po a kanë masën në Evropë, njerëzit, këtu më duket masën e kemi humbë. Këtu kemi probleme me masën. Në gjdo vend, masa është në shkallë të ndryshme, dhe vedia është në shkallë të ndryshme. Njeriu që është në jetën publike, gjithashtu për shkak të punës që e kryon dhe për shkak të rrethanave në të cilën ata punojnë punën e vetëm, i kanë sfidat e veta dhe psikologjia e njeriut. Çdo njeri e ka vetëdijshmen, vetvete, inteligjencën e vetvetes. Dhe ne jena, nëse jetojmë në një shkallë primitive, ne punojmë nga friga ose nga dashuria e diçka. Dhe çdo vetdim vjen ose nga friga ose diçka që vërtetojmë. Kur punon me një ekspert, ta nxjerrën programin që e kanë në kokë dhe të installon një program 3, që është i shëndoshëm për trupin, dhe është i shëndoshëm për ty si njeri, dhe është i shëndoshëm për ty si lider, ose njeri që kje famë, ose pamafërsish, ose biznismen, ose një fëmijë. Se trupi jon mund të krijojë çdo gjë. Problemin që e shohim në përgjithësi në botë dhe gjithashtu te ne, jena të mësuar se kur e bëjmë një gjë të mirë, çdo kush të lavdron. Kur e bëjmë një gjë të keqe, çdo kush të gjykon. Dhe kur je në lavdrim dhe gjykim, ti nuk je asnjëherë në balans. Ke disbalans emocional, sigurisht. Balans emocional dhe balans të percepcioneve tona të trurit. Se truri është në balans, por percepcionet që i kena krijuar, e krijojnë percepcione e jo balancës. Dhe atëherë shohim në botën të dualizume, shkruaj në librin #vetmia, kapitull posaçërisht për atë se sa polarizum jena ne si njerëz. Dhe ti kur je i polarizum ndonjëherë edhe pa vedi e tregon rrenën. Sakt. Thatë edhe në bisedë paraprake që patëm, shumë e rëndësishme njeriu të ketë dikë që kujt do t'i rrëfehet. Korrekt. Ju keni punu edhe vazhdoni të punoni me njerëz të famshëm, me njerëz lider në biznes, lider politik. Sa ka nevojë një lider politik të ketë një person kujt do t'i jep një llogari ose do t'i rrëfehet ose çdo lider dhe çdo person në jetë besoj se duhet të ketë një njeri që i jep një llogari. Për shkak se ne nëse nuk kena dikën që na për shembull nëse kam 12 detyra, edhe këta 12 detyra unë duhet t'i përfundoj për një muaj dhe t'i kryj për një muaj. Dhe nëse unë nuk kam dikush në fund të muajit të mbare masa, të ma bëne atik, vedia ime të më qojnë mbrapa. Në thonë dhe i thonë vetë vetës dhe bëjmë muajin tjetër, mrapa muajin tjetër, muajin tjetër, edhe në bas një vidi të s'ke bua gjë, ajo vazhdon pa funkci. Po pa funkci kur shkon, ajo shkon në çdo sferë tjetës tënde, nuk është vetë sfera e biznesit ose sfera e një politikanit. Ata nëse shoh një njeri në tanë sferën e jetës vete, e njëjta cilësia të njeriut tregohet në çdo sferë të atij jetës. Për shembull, nëse një njeri rren për diçka, nëse filloj punën e atij njeriut, e shohim se si ai rren vetveten. Dhe derisa vedia ngritet, ajo të ndryshon në vetvete, ata vazhdojnë ta kryejnë punën ashtu. Për jetën private, familjare nëse mund ta quajmë, unë kështu e kuptova, është mirë që edhe planet familjare t'i bëjmë kohë, t'i afatizojmë, edhe t'i bisedojmë. Nëse janë planet burrit, t'i bisedojmë me gruan, që do të ndikonte ndoshta me një raport mirë. Mendoj që vetë akti i bisedës me partnerin t'i afatizon gjërat. Absolutisht. Apo? Absolutisht, dhe gjithashtu bëhet një mirë kur edhe shkruan, që si e ke shkruajt sot, si e ke shkruajt se çka duhet bisedojmë, se në kokën tonë, si zakonisht ne harrojmë. Nemi ka fundi emisionit. Sa liderët politik marrin njerëz të cilët do të kujdesen për sjelljen e tyre dhe menaxhimin e inteligjencës emocionale? Si zakonisht, çdo lider në vendet e perëndimit e kanë një ekspert që punojnë. Këtu a i kanë? A keni informata? Këtu nuk kam pas klienta me Maqedonisë. Në Maqedoni. Jo ende. Këto janë dy botime të juaja të shumë të rëndësishme që kërkon një punë jo një vjeçare, po disa vjeçare. Çfarë në përgjithësi shkurtimisht trajtojnë këtu? Lexuesit tan çfarë do të shfrytëzojnë prej këtu?
Çdo problem që e kena komunikuar sot me shoqëruesit, I krijon njeriu probleme shpirtërore dhe brin për një balanse të shëndetit dhe balansës të mendjes dhe gjithashtu me pas atë kënaqësi dhe atë paqe në shpirt. Libri Rruga e Ditorisë e kam krijuar një metodë botërore tash që jam duke e zhvilluar në tam botën. Për të ndihmuar njerëzve që kanë problemet personale, profesionale, të biznesit ose të financave, dhe gjithashtu të marrëdhënieve dhe të komunikimit, që të mund të krijojnë atë balancë në vetvete, dhe të shkojnë në një rrugë të mbrëmshme të vetvetes dhe të ndryshojnë nëse kanë smundje, të bëjnë atë smundje dhe fiziologjinë e trupit në balancë, që mund ta kuptojmë pse shkaku dhe rënja e çdo problemi të jetës të tyre. Pa marrë parasysh çfarë problemi është. Sakt. Atëherë këto botime momentalisht I kemi vetëm në gjuhën angleze, për të botuar në gjuhën shqipe, nga biseda që bëm më herët, tham që presim një shtëpi botuese serioze, që të mund t'i përkthej, të bëni një marrëveshje pune, normalisht, dhe të mund edhe populli im I dashur shqiptar t'i ketë në dorë, sepse emisioni që im quhet Fol Popull, t'i lexojmë dhe të bisedojmë pastaj me popullin tim. Zoti Edon, faleminderit shumë dhe ishte kënaqësi që ishit sot mysafir në emisionin tim. Faleminderit gjithashtu. Respekt te. Gjithashtu faleminderit. Të nderuar popull, shifemi javën tjetër në të njëjtin termin ditët e njëjta ora pas orës 21. Mirupafshim.